Përshëndetje miq kudo që jeni. Një material dua ta ndaj me ju sot, i cili është temë diskutimi vetëm kur ndodh diçka një e keqe. Atëherë bëhet lajm dhe pastaj sikur heshtet. Për çka dua të flas? Dua të flas për dhunën e cila është ushtruar dikur, por me keqardhje e them edhe sot e kësaj dite ushtrohet në disa familje. Për çka bëhet fjalë? Bëhet fjalë për dhunën e ushtruar ndaj grave. Burri gruan e rreh, e maltreton, e vret, e persekuton, e lëndon, jo vetëm shpirtnisht, psikikisht, e lëndon ore fizikisht, ja thën krahin. E pret me thik, e therën. Më falni për fjalorin, po këto janë fenomene që kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin. Ndoshta intensiteti pak është më i vogël. Por akoma i kije burrat të cilët grave ja u kanë vu regjimin, va kanë shkruajt edhe listën. Shiko, këtë ke drejt ta thuash, këtë s'ke drejt. Këtë mundesh ta bësh, këtë s'mundesh, këtë të hash, këtë mos e hash, dalësh të më thuash, të më kallëzosh ku të shkosh të bësh të kish. Kjo e para. E dita, po çka ka ndodhur? Ka ndodhur gjëra të tmerrshme. Ata që sot i kanë nga ta marra gjeneratën më të vjetër, 60 plus, 70, 80 i kanë bërë, ato kur kanë qenë të ri, shumë nga ata në familjet tona shqiptare kanë ushtruar dhunë të tmerrshme. Ata i kanë rrah gratë, edhe për shembull, edhe kur ajo e ngrata gruen, fëmijët e vegjël ja derë tamli mbi shporet. Që u derë tamli, i ka mshu me shuplak, i ka ra me shkop, ka arpi fushe, ka qeni nervozu me kalin ose me polakin atje, me vodacin, edhe ka bërtit, ka ulluru në shpi, gruën e ka re. Gruë e zonin se ne ka qenë. Në shpi të shkoje, baba se ka pranu, vllau se kanë dëgju, familja nuk e ka përkra, se kanë thonë mbare, turp, ti me hupe nderin, kjo nuk shkon, rria tje ku të kemi qu, dere huj, te dere huj, ti e dere huj, ti e ple, e kemi qitë një ple, dhe e qisëm një ple, kështu u thoshin, unë isha i ri, fmi, ndëgjoja këto të vjetrit, qete e qitëm një ple, cilën, fmi në vetë, e ka martu, e ka qute buri dhe del në gjemat, në gjami, për jashta, cigaren me një ana, lurkën, paltën, kapuqin, edhe ja bon, e qitëm një ple. Subhanallah, sot, këta, qka i keni? Haxhiler, umreler, në safin e parë, në gjumë, bërtitin, ti s'dole në sabati, serë dhe su fale, se unë isha s'pash, po ti idiot, kur i kishe 30 vjetë, 35, 40, 25, 50, ku ishe me? Që nuk e lishe shatin në fushë, të qkojsh a gjithë ullësh i parit, dalësh të safi i parë. Po ti ke ulluru, ke artë nëse në kalëvis, kërkush në shpi, sa s'kush, katil me komplet, i vogël e i math, të areshtu edhe adesh të ndëgjojë, ty që ka thuë. Gruja inkluziv, e ke pas vetëm fabrik për fëmijët, kur të kara ati i mendja në kshom natën, ato e ke shu edhe me zorë, të flene me ti edhe pse s'ka dasht. Edhe pse s'ka dasht, bre, idiot, bre, i ka vonë gurë zemrës të rjetë e fëmijët se ku të dale, ku të shkoje, kush dhe mare, ku dhe drejtohet. Sot që ditë dhe të ka ndodhë këtë divorc, qaj divorc, unë ndahet, unë banë, me hirë që ndahet, në ndahet, ti që je në dhunë dhe ke dhunë, o e nderuar, ore mere kuferin e në shko sa ma para, nuk je që ka të lipish të rish me një hajvan, me një idiot, me një katil, me një vrasës, nuk ke pse të rish, ti shkerë më ri. Allahu e ka këtu riskun, a i të ka ndorë. Mos ju në nështro ati hajvanit, mos e njo hoxën e në hoxanicën, mos e njo asni lesh, asni budal, më të ta haje mendja, më të ta klote mendën, më të ta nkripe mendën. Allah i ka falë të lirë krejt njerëzit, edhe ty i të ka falë të lirë, e nderuar, ti ke linë të lirë, e barabat me qatë mashkullin idiot. Edhe qka? A i të maltreton, a i të vret, a i të re kur të doje,
A i shkon me gra qera kur doje, vjen në shtëpi kur doje. Se ka pas edhe pjatine që s'ka shku me gra. Kanë qenë shpajar, mirë po kanë qenë zullumqar, ka tira bre, njerës kriminelbe në shpirt, drejt hiq, i kam shu gruas, bum! Ajo duhet të ndëgjoj, ka pas drejt. Pse 99% rasteve s'ka pas drejt. Merë me ment, fëmija ka qajt, a i ka thonë, trukat fëmij, ndalja zonin se qanë shumë, pau! Ti veç fëmij, femna po m'pjell mu, bum! Se se m'pjell e gjallë, bum! Këto i ki haqjiler, më dëgjom mirë, haqjiler janë sot. Mjekrat i kanë kështu si dë një s'ka hiq. I kanë bon 60, 70, 80, do 80 e dë njësje. Shkojnë kështu, si qtremat. Po kur kanë qenë drejt, kanë qenë strah i trepet. Thuj shkijet për familjes. Kërcënim, Subhanallah. Edhe hajta caktuan të ashti, shkojnë e gjenë gjonat shalin, shali i thët, habe se ti ka bon zoti ta e Kabul. Qka i ka bon Kabul, be? Qka, o ti hoxho, kush jeti? Kush jeti? Ti i caktuan deret e gjenetit. Kush jeti? Ti je si një elektriqar, si një mjaniqar, si kërkushi me zanat kjetaj. Ti lash gjenazet, ti falish, ti qojsh atje. Usos puna. Pikpi që ti e din diçka. A e ke kuptu të islamin, se ke kuptu. Për deri sa ti mbron kriminelin. Nuk e ke kuptu as pak islamin. Hiq, zero. Pik 0,001%. Allah im ka falë mu të lirë, barabar. Dale një dio të më marrë shpirtin. Ti i thua ta fali. Kush ta fali? Ramazani, agjerimi, zëqati. Amanoni, vrataj, pre, kur du, shanë gjatë në mështë. Po si ka thonë pejgamberi? Ti hoxho, si ka thonë pejgamberi? O, nuk keni besuar ju. Për deri sa. Nga goja juj, nga dora juj. Nuk janë të sigurt ata që i keni për rreth. E në njëherë, përsëri. Nuk keni besuar për deri sa. Qka? Nga dora juj, nga goja juj. Nuk janë të sigurt ata që i keni për rreth. Po ma ngat, ma për rreth. A ki e pi fëmijës e në gruës? Nënën e në babën? Nëse i kje gja? A ki të konë? Këto s'kan konë sigurt, grujute s'ka konë sigurt. Ti kur ke hi ka dera, ajo e ngrata, ka vdek bre. Idiot, dhe vdesësh. Ta dish, ti ke shku me hak. Ki e të shkosh me hak, unë ta thom, unë. Ta thom, ki me shku me hak. I ngarku me hak. Qele Kurani lezoa. Qele Kurani lezoa se ti firesh në islam. Ke bo haqji taj, ke shku haqji. Ke preja kurban, pret kurban taj, për çka pret kurban? Çka vendon ti? Ti e mashtron Zotin? Jo be dëshmitar, e di çka thot Allah. Tu haddithu ahbareha, thot në sure El Zelzele, e në vendibe, e në toka ku ke qenë dhe dëshmoje, lemo qërët gjona. Dëshmitari ki e kret. Me laqët inkluziv, me laqët që trinë gjatë, në majshtë. E në qka të përcjellin, qka të kanë përcjell, atë kanë inqizu, si këto video tash një që i bojna. Menjët del, o ju, dridhësht tash, jem qak, po më nënës. Ti adhësht të bëjsh e sapë se në më plakesh në ditë. Se nuk di është i fort, ti gjdo kujta, pau! Nuk vjen mirë, fëmijin e vogël. 7 vjet, 8 vjet, taj vet 25 vjet, ka përvjeshin, ngre përvjeshin, gjast e posh. Kur t'ka pa, kur ke hi mrenda. Vla t'ka pas ma i math, ose të njësje. A baba, ku e di une? Pa e në vlaj. I ka po tërvi, i kanë po, boni tërvi e këto. Nonat, që vet kanë hek i zejet. Vet janë gjek, E di shka u kanë thonë fëmive. E ka përkuntën, i ka thonë, te i zoti i shpis. I zoti i shpis jeti. E kjo është, e uja, kjo dëshkoje. Aja rrit me atë mentalitet, e huja, e në kur e ka marrë në gruën e vete, e huja. Dhe bojna fabrikne, dhe pellim do cala, dhe pjellim do fmi, ama ti e fabrika jema, unë kur tonë qka, se kështu të ka rrit nëna, me këtë mentalitet. Bum, njerës atë lindën i mashkët, se si më lindë mashkët, ku gjalon a shpejin? Ku ja kalon pejgamberi shpejin? Ku ja kalon pejgamberi që tash dridhesh?
Dridhësh tash qohësh, mëngjes ku e di natën të falish edhe të bëhesh ti ku e di çka. Muslimani mat, mos haro atë gjë çka e ke bën. Dhe hash, dhe vjellish. Mba mend kët. Pa e di se nëse kjo nuk është realitet, atëherë ti nuk je musliman, atëherë ti nuk e kuptu kur gjë. Si mendon ti? Dhe vrasëm, dhe bojna hile, e në shka, dhe vdesëm, dhe falën, e në Zotit dhe na falë. Kush të ka thonë këtë? Ta ka mbush mendën ai budalla që janë vetëm për interes. Shalli, hoxhat që janë vetëm për interes atje, për ta mbush llaçkën e vete. Xhepin. O, binin mend njerëz. Pa drejtësit, krejt kini t'i vuni. Krejt. Pa i la ato, pa i vu, nuk je ku të shkosh. 1 centimetër se në lëvizish ditën e gjykimit. 1 centimetër se në shkosh. Allahu do të thotë ty, edhe mu, krejtëve. O, robim, lexoa librin. Lexoa librin tënd tash. E di kusha e libri? Krejt çka ke bën. Krejt i kia aty të regjistruar. Unë 7 vjet, 8 vjet, 9 vjet, tim krehem për vesh i burr 30 vjet, 25. E në më plasën, ha? Të s'vjen mirë, unë të lujtë se të bëhë diqka. Hej! Kush ta ka dhonë këtë drejt? Edhe thirësh sot, qka thirësh ti, njëmën pengamerit? Cili pengamer thirësh ti, be? Kush ta ka kalzohat pengamerit? Pa i pengameri Allah s'ka prek kërkën me dorë, be, hej! A të binë mëndë kjo? Nuk kini ku të shkoni pa i pagu haket. A më kuptu të në njëherë. Nuk kini ku të shkoni pa i pagu hakin, ha? Qoftë këtu, qoftë atje. A më mësë mendoni se va ka fshinjë t'i kush juve. Hoxha varët va kam fshinjë. Hoxha nicat. Hoxha vicat. Po Allahu bre. Allahu thët. Bën pun të mirë. Shoqërohu me të mirët dhe bënu i sinqert dhe i drejt. Pa e dini për çka ka ardhur Islami, be? Po nuk ka ardhur Islami tu tregojë njerëzve si të falen me 3-5 herë në ditë. A e dini kur apo falja? Fars. Agjerimi fars. Zeqati fars. Haxhillëki fars. Ore mbas ikjes, nuk du ta përdori fjalën migrim. Nuk ka migruar pejgamberi, ka hik. Ja kanë vënë zullumin Mekë. Njerëzve vet, familje vete. Ai hikën Medinë. Mbas asaj, 2 vjet mbas i që i shkohen atje. Asa të fjallën qitën nuk du të përdori arabisht. Hijreti. Qfar hijreti? Dëbim shqip. Verfolgung, gjermanisht. Deportacion. Edhe qatëherë bëhët namazi në Miraç, në Isra, bëhët fars. Po qka ka ardhë Islami? Për të vojë drejtësi mbi tokë, moral, karakter. A ki e karakter ti? A ke pas karakter ku i kere gruën? Vetëm pse qka? Po s'ka shku për qifi taj diçka. Edhe plus, je këthi pastaj, e ke dhunu atë në ke pjellë fëmi. Wallaj, dashurit reale s'ka pas ati. Po s'ka mu në mundësi ti zgjoj nga vari ato, që kam vdek. Rahmetu pas shpirti. Ti thom, këtë idiotin e shë, shiko si përqirët tash. Ajo të mshoje me një shkop. A e di pse s'de të falet, që të tregoj edhe këtë se edhe për këtë je ti budal. Unë të tregoj se nuk dhe të falet se e dish kush lipën hak. Jo trupi, jo dhe kalbet. Shpirti, oti, shpirti. Ruhin kur dhe rinjallë Zotit dhe thire ditën e gjykimit, ruhi dhe mare hak për ruhit qeter. Edhe kafshët dhe marën hak. Edhe pastaj Zotit du dhe të shkoni. Kafshët! Kushëm ka maltretu kalin? Hajvonin, magarin, ku të di unë qka, kanë punu me ato në fush. Dhe përgjigjet, une personalisht këm pa njerë, tu e re kalin dheri sa kara. A i njeri, a fal, ndëgjoni mirë, a fal, ka shku në gjami, gjdo vakët, e ka re kalin vetëm se s'ja hiqte, ne i thujna jenë të toa fërabën, atë kerin, atë karocën, për ju që jeni ma ka Kosova, ma ka Shqipnia, karocën ata kreve, që kje ka ngarku, sa s'bon, si ka pasaj një 10 vjetë, burë, me fmi, 30 kusur vjetë, 40 vjetë, unë me fmi, kam pa. Wallahi, po unë jam dëshmitar, që unë dhe jem dëshmitar. Unë dhe thëmë po, ashtu ka qenë, wallah. O Zot, ashtu ka qenë. Më kara, mu më kara. Banu qka të dush, jo një haq, jo 2, 3, 5, 10, 100.000, ri atje.
se shkojnë njerëzit e smonte dhe thëtë dhe vdesa agje, se agje u bo makfiret, u bo lesh. Vend taj, vend. Ska kur zhon, hiq kur një dalim. Se për nga meri Allah të ngrit pin Alkuc në qilë. Zoti e mur, pin Meke, pin të qabja e shojnë Alkuc. Pin Alkuc i tha në gjitu në alp, o profet. Mbani mend të sende. Hakin duhet, hakin kini të pagoni. Kini marë në qaf njërës, hej. Para fmive, e kene fënonën e fmive, be. E ke përgjakos, i ke sirë, e ke nënshmu, e ke lëndu, e ke ofendu. Para fmive, o idiot. Sot që bon t'i haqina e mpla, më nënës. Këto gjohë duhet thuhen, ha? Duhet thuhen dhe hapni pak, hapni sit, hapni mendin ju, o njërës. O shqiptar musliman.